Edhe për i kthehemi në studio, kështu që ti hikim pak asaj pjesës, 2 pjesëve të para të emisionit Në studion tonë nuk më të mungon arti. E patëm paksa të zymt për shkaqe të rrethanave. faktorëve të shumta që po ndodhin në këtë vendin tonë, dhe tash është koha, momenti për të bërë një intervistë fantastike ku do të disponohemi, ku do flasim për gjërat hyjnore më shumë të bukura. Pikërisht do të flasim edhe për një ndër koncertet më të freskëta që ndodhin, nuk ndodhin në vendin tonë, me përshpresojmë që të përsëritet. Sapo kishte ndodhur, në unë derisa po e kontaktoja më tha unë tha jam në aeroplan, tha po kthehem dje në orët e vona, do të thash o bo pse të lodhëm. Nga aeroporti drejt të studio. Kemi në studio Nita Gruvi, pianiste. Nita, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, Nita. Mirë se erdhe. Faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësia jo. Unë kërkoj gjesa. Jo, me të vërtetë kërkoj gjesa. Dje në orë shumë vonë më dërgon foto. Mesazh të jam rrugës. Jo, ashtu ishin linjat. Mirë shoqur që u kthy me këto luftra, me këto Ka edhe shumë anulime të aeroplanëve, fatkeqësisht, por sot do ta anashkalojmë këtë temën e luftës. Do të flasim për luftën shpirtërore, ajo që është më e bukur, që është tingulli. Pikërisht edhe se thotë drejtori shumë se Bepi i vizitës tuaj në Milano, pikërisht me baben, me Blerim Grubin, violistën e njohur, keni vendosur që ta realizojnë një koncert. Unë dua të di si erdhi deri tek ideja, çu ka lut, si shkoi koncerti. Faktikisht ne kishim ftesë nga ky drejtori i këtij festivali që i organizohej që 20 e kusur vjet në Milano. Në Milano, po. Kishte lind Milano bashkë me gruan e vet, ishin të dy pianistë, gruaja e tij ishte japoneze. Edhe shumë ne me babin domethënë çka na la përshtypje si vjet që ishim aty, pam që kishte përzierje shumë tracave, domethënë çifteve që edhe mandej fëmit ishin ashtu. Bile takum edhe një shqiptar atje, është bariton, Xhemil Rexhepi, që jeton në Milano, gjithashtu edhe ajo ka gruan japoneze. Edhe fëmijëve ja u kishte ngjit emrin Selim, edhe edhe si ashtu. Bile e takum Selimin, ai kishte sy, domethënë nuk i hik genit, e kanë gjenin e fortë shumë, po. Japonezët. Po nana e tij e shqipton të mirë emrin Selim? Po. Selim, Edhe ashtu, domethënë, ky koncert ishte u bë mu më shkryti ky organizatori Luca Colombo. Ma kishte gjetë kontaktin, edhe ne u befasum, bile ishim... Se nga arritëm kështu, po. Po. Fantastika. Edhe thanë, a jeni të pajtushëm, a pranoni të jeni pjesë e festivalit të edicionit tonë, edhe ne pranum, edhe pastaj qashtu ne me babin veç se e kishim një repertor tonin, sepse jemi paraqit për herë të parë para 2 vjete, gjithashtu në Itali, si dua. Edhe pranuam që t'jemi pjesë u gëzum shumë, edhe kështu që... Pse jo? Po. Pse jo? Mua më pëlqen se po shikoj edhe këta flet volantet, thotë në qoftë se mund ta arrit ta përkthej është ehoja nga Dardania, diçka e tillë, ëh? Domethënë është zëri që jehon nga Dardania. Fantastike. Ky është titulli që e keni përzgjedhur ju apo është okay. Ne. Po, unë pikërisht ashtu e kishim përzgjedhur edhe para 2 viteve në Puglia të Italisë kishim atëre koncert. Ishte ai vendi i shenjtë. Më pëlqen shumë emri. Po, i San Pios. San Pio është si një farë shenjtori katolik që ishte vorros aty, edhe ishte vend i shenjtë, ishte si Meka për pelegrinazh, bravo, po. Ishte vend, po, pelegrinazh edhe... Ju keni mbajt koncerte aty, po, shumë ishte bukur, para 2 vjete, po. Nita, më thuaj dallimin e ndjesisë, me që jemi këtu, më thuaj dallimin e ndjesisë. Kur mbajmë këtu dhe kur mbajmë jashtë? A vjen një entuziazëm, një dëshirë, a mund të themi që kromozonet funksionojnë paksa më shumë, edhe nga tendenca që të dëshmohemi si shqiptarë? Po Nitës nuk i ka ngel asnjë vend pa interpretuar në vendin tonë. Në çdo vend ke interpretuar. Është ajo një dëshirë e brendshme që do t'rregohemi si e më mirë, sepse mund të kemi një konkurrent. Po, me vetë titullin ne edhe përfaqësojmë vendin edhe trojen nga të cila vim, edhe gjithashtu dëshirojmë të tregojmë edhe që kemi edhe ne kualitet, edhe bile u ndanë shumë të kënaqur, salla ishte full, ishte edhe drejtori asaj galerisë ku ishte në mes të Milanos koncerti u mbajt, edhe
është një ndjenjë interesante, sepse njerëz nuk njeh askënd, mirë po gjithmonë përgjithësia është e njëjtë, profesionalizmi ai është i njëjti. Por ndonjëherë kemi këtu kur bëjmë koncert, ka ardhur koha, duhet të bëjmë koncert. E kemi atë skepticizëm sepse nuk ka vlerësime të shumta, po fatkeqësisht. Po themi viteve të fundit që po merr një për pjesë të çuditshme, të themi, edhe arti në përgjithësi. Fatkeqësisht. Është e vështirë, në fakt, është më e vështirë, mirë po mendoj që në krahasim me vitet e kaluara jemi bërë shumë, më shumë. Normal, gjithmonë kërkohet, jemi në kërkim të më të mirës, mirë po mendoj që ka aktivitete të muzikës klasike, posaçërisht, mirë po se di, të rritë nuk janë aq të interesuar. E vërtet. Ndërsa aktivitetet vazhdojnë. Vazhdojnë aktivitetet. Aktivitetet vazhdojnë, nuk jemi... Mund të themi që është ai publiku 20 vjeçar që nisën dhe ata vazhdojnë që ta trashëgojnë, të jenë pjesëmarrës. Është vërtet. Por tek gjëratat e reja po ndodhen një kthesë e çuditshme. Nëse e shohim në krahasim me Prishtinën, për shembull, atje nuk ka vend, domethënë, për të ulur. Edhe pse biletat janë pa të holla, duhet patjetër të rezervohet vend. Edhe kur ta shohim në anën infrastrukturore, atje nuk ka sallë. Ne kemi kushtet i kanë më të vështira. Ne kemi Stairway piano. Kemi sallën e Filharmonisë. Kemi koncerte që bëhen pa të holla. Edhe kemi hamamin e Daut Pashës, kemi muzeun e luftës, kemi shumë hapësira, mirë po, ja që publiku nuk është... Edhe unë mendoj që organizohen dhe kemi organizime të shumta, kemi pashtu dhe koncerte. Edhe kemi kvalitet, që është kvaliteti, nuk na mungon kvaliteti, mirë po, se di, atje është më ndryshe, pak fryma. Flasim pak kur të... Pikërisht kur vizitohet edhe Italia në këtë rast, edhe kur prezentohen edhe artistët, të themi kompozitorët tonë bashkohor, një gërshëtim interesant mes Chopinit, Schubertit dhe artistëve shqiptar. Sa është si e percepton më së pari publiku, dua ta di, dhe pastaj si është përgatitja e një repertuari të tillë. Po normal, ata kanë dëgjuar Schubert, është njëra ndër sonatat më të famshme, sonata arpeggione, e cila është quajtur për instrumentin arpeggione, është në formë të gitarës, edhe për violë. Mandej Schumann është fillimi i epokës romantizmit të dyat, edhe Schuberti edhe Schumanni. Janë sonata shumë, janë perla të muzikës klasike. E gjithashtu edhe Chopini, tash kishte edhe ditëlindjen kompozitori Chopin, ku lujta unë solo aty balladën numër 1. Mandej këto bile kur e dërgova programin te drejtori i festivalit, kisha shkruajt vetëm inicialen R Marosh, R Sokoli edhe V Beqiri. Pastaj më pyeti si janë ta emrat origjinal. Edhe janë gjallë kompozitorë. Thash përveç Rudolf Marosh, Ramazan Sokolit, Valton Beqiri është ende gjallë, edhe vepron, edhe me të cilën e krytëm koncertin, Quasi Kaba. Programi u prit shumë mirë, këto kompozitorëve bashkohor, edhe janë secila, do me thënë, kanë nga një motiv shqiptar, dhe besoj që është ma larshmëri e repertorit për të paraqitur në përvende. Më interesante këta dy kompozitorë shqiptarë. Kanë bërë vepra klasike me motive shqiptare, të cilët përputhen. Po. Rudolf Marosh është hungares, kompozitor hungares, edhe ka bërë vepër me titull suite shqiptare. Ashtu, ha? Po. Si kështë dëgjuar këta. Po. Pas kemi për të tjerët të cilët po kanë kryuar për ne. Po. Kemi edhe Vivaldi, dhe kemi edhe një të Skënderbeu, më duket Vivaldi e ka bërë. Po. Mandej ka edhe kompozitor të Azerbejxhanit, janë kompozime për 2 piano, bile e ka promovu një pianiste Azerbejxhanit që jeton në Turqi, kanë bërë bashkëpunim,
Edhe kanë qujtë gjithashtu suita albaneze ose diçka të tillë, sepse kompozitorëve ju ka pëlqyer muzika jonë burimore. Shumë interesante. Unë kam përmendur disa herë kur kemi pasur të ftuar muziciantë në studio që me të vërtetë muzika, sidomos polifonia jonë është Polifonia është ajo që na identifikon, karakterizon, sepse jemi populli vetëm po që që kemi Dhe prandaj unë mendoj që është shumë e lehtë që është shumë e lehtë që të imponohen edhe shtete tjera në fakt me, të them, me vit melodike të tona, sepse me të vërtetë janë mjaft unike. Unë do doja pak të flasim për raportin, sepse mendoj që çdo koncert që realizon me babain tënd është i veçantë. Ka filluar kështu. Mos më ja të not, mos më. Dhe të shiko kthehet. Mos më ja të. Në cilën fazë jeni? Raporti tash. Tash Ti e kritikon babin apo babi ty? Dikur të ka kritikuar sigurisht në fillim. Po tash. Dhe kush insiston më shumë për prova? Mbi të gjitha. Babi. Sepse i ka mbetur tradita. Po, është old school. Old school, sigurisht. Edhe mendoj që është gjëja më e mirë. Po, shumë. Faktikisht, kjo koncerti dhe bashkëpunimi është një farë shkolle për mu. Sepse ai ka bagazh më shumë edhe është një farë bile dhe përgjithësie se kritikat më direkte i mi thot ai. Do shta pa kështu kompromis. Pa teklip, pa fer në këmbë, domethënë. Pa pardon. Mirë, keq. Po. Edhe provat më të vështira janë kur jemi bashkë të dy. Krejt shtëpia largohen kur kemi na prova. Fillon debati, fillon lufta e tretë. Por e cila harmonizohet me tinguj të bukur. Po, mandej fundi koncertit, normal që është satisfakcion, edhe prap vazhdon ai debati që kishim mujt kështu, kishim mujt ashtu. Po, është shumë. Do të thotë që ka edhe në muzikë ka të papritura që mund të ndodhin ndërkohë. Patyshim skena është gjithçka e gjallë, e din edhe. Siç po ndodhet edhe në teatr, edhe në pikturë, edhe në muzikë. Gjithmonë ka të papritura. Si i përbin kur ai bën ndonjë gabim? A gravon ti më shumë apo unë jam më e përmbajtur? Ma e përmbajtur edhe ma kështu në mënyrë ma diplomatike i them, a mundet edhe njerë të kthehemi nga ky vend? Ta provojmë edhe njerë, ndoshta. Diplomacia, vajzë. Ndërsa ajo është ma i direkt, edhe shumë mirë që është, duhet njeri tjetë ma të shampe. Mirë po, se di, duke kaluar nga koncerti në koncertin tjetër, tash kemi edhe një koncert tjetër kemi. Tash shpalose. Në Itali. Edhe jemi, se di, kemi ndoshta, ne jemi shumë të ndryshëm, mirë po atë anën emotive kemi shumë të ngjajshme. Edhe disi frymojmë njësoj, edhe nuk e kemi problem. Fillimi i provave ndoshta është pak më derisa të harmonizohemi njëri me tjetrin, ndërsa pastaj shumë lehtë vijon e muzika edhe hec. Shumë mirë. Sa kërkon para përgatitjet? Tash jenë të dyja të sferës muzikës, sa kërkon përgatitje për shembull për një koncert, themi me 3-4 autor? Kërkon shumë? Po më së pari duhet ta njohim veprën, edhe përgatitja secilit. Individualisht, pastaj. Fillon njerë individualisht, pastaj... Normal, duhet, nëse njeh veprën më herët, është më lehtë që ti qasësh provave. Ndërsa, kur është diçka e re, normal që duhet studim secili për vetë. Që ta bëjmë tonën, pastaj... Pastaj kur lidhemi komplet, bëhet një piktur tjetër. Bëhet komplet një... Bilem ka ndodhë njerë, kom pas koncert, vetëm një ditë për para koncertit ka ardhë Vadim Qigjik, një violinist, krejt program 3, unë e tërvera, tu shtru, edhe kur erdhë mande, aj e kishte veç ndo, aj shumë aj mas unë, edhe ama duhet pakës artistit tjetë, instrumentisti duhet tjetë pak më i përshtatshëm me bashk muzicientin. Duhet jetë më kështu pak fleksibil.
Edhe Po ka shumë raste të ndryshme. po, duhet Karakteret të fleksibiliteti. ndryshme. Mandej duhet fleksibilitet kur ta ndron sallën, posaçërisht për pianista, nuk dim çfarë piano na pret. Po. Ajo dallon. Edhe nga hapësira ndryshon edhe tingulli. Po vetë nga instrumenti. Akustika, çfarë ambienti është, ku je. Duhet më njëherë duhet me u përshtat me skenën. Ka shumë faktorë që ndikojnë në fakt Valbona, në do doja të tregoj realizimin. një gjë, sepse unë Nitën e kam njohur për herë të parë, që e kam parë ka qenë vetëm 3 vjeçe, apo 2 vjeçe, apo 3 vjeçe, dhe pastaj kam takuar në një festival të fëmijëve kur i bëri 4-5 vjeçe, dhe sot po intervistoj pas 20 sa i bie, shumë viteve. Shumë viteve. Dhe po shikoj se sa është rritur dhe si flet Nita. Dhe jam shumë krenar për këtë, edhe për arritjet e saj, sepse ku tjetër, sepse gjithë anët është e përfshirë me njerëz të artit, të muzikës. Dhe ku do dilte ndryshe. Në fakt, me Nitën jemi njoftuar në shkollë të mesme dhe pastaj kam vazhduar edhe vitet, pse vetëm një vit kemi pas dallim, mirë po gjithmonë ke qenë një ndër ato nxënësit më të dalluara, më profesioniste, pikërisht pse të themi që e gjithë familja jeni. Po, në kor kemi qenë bashkë. Po, edhe në kor kemi qenë bashkë për vite me radhë. Aty ku jeni qeshur kështu tinza. Po, aty do të thënë, aty kur jemi munduar Ka po në alkimia e. Shiko, ju e keni këto lëndën e fizikës, ushtrime fizike, do më thënë, ku e mbani ne kemi ndonjëherë korin ku bashkohemi. Edhe ne kemi kor, por aty na kapin ato të Po, qeshura të shumta. Mirë, po në shkolla të ndryshme, ndryshe. Jo, ne kemi shumë super serios korin, për atë po them. Unë dua pak vetëm të ndalem tek shkolla e mesme, aty ku edhe ligjeron, nëse nuk gabon. Po. Më thuaj për gjeneratat e reja, çfarë po pret? Çfarë po na pret? Në fakt, a ka interesim për instrumente, cili instrument është me deficit? Edhe pse ndoshta nuk je shumë informuar për tjerat, po të flasim pikërisht për piano. Është shumë mirë sepse të japim edhe një mesazh për shikuesit tanë, cilët i kanë fëmijët, që të mos mundohen tu ndërpresin ato rrugë të shenjta ta quaja, por të paktën të jenë ata nxitës, stimulues për të vazhduar me këtë profesion i cili fatkeqësisht tek shqiptarët po bie numri viteve të fundit. Po, unë them që çdo fëmijë është i talentuar. E tash dikush vendos që ta studioj ose i intereson më shumë muzika dhe regjistrohet në shkollë të muzikës. Ndoshta edhe ne mësimdhënësit duhet ta ndryshojmë pak atë qasjen, metodologjinë e punës, sepse e shohim në çfarë kohe jetojmë. Edhe mendoj që të secili duhet ta nxjerrim, nëse normal shohim brumë të mirë, duhet punojmë edhe normal t'i japim informata të cilat në mënyrë indirekte e vendosin në për ato shinat e drejtojnë, e kanalizojnë fëmijën. Po, sepse në rast që ka ndodhur, sepse më fal që të ndërprermi, por profesori ime ka zbuluar domethënë talentin dhe më ka kanalizuar për drejtimin që unë pastaj e vazhdova. Është shumë e rëndësishme që një mentor, një profesor që nga vitet e para të studimeve të muzikës të shoh për çfarë është më i mirë. A është për këtë instrument, a është për këtë instrument, apo kjo ndodh edhe nga shkolla fillore, apo jo. Ne shumë lehtë dim të kritikojmë, shumë e vërtet. Shumë më e lehtë është të kritikojmë. Është e para, e fjala e parë. Jo. Fëmijët nuk janë të vetëdijshëm, ata nuk dinë. Unë nisem nga vetja. Unë të 2 prind muziciet i kam pas, asnjë notë të muzikës nuk ma kanë mësuar. Sepse kanë dashur që edhe mu të më vi interesant në shkollë kur shkoj. Si ata kur janë regjistruar për shembull. Edhe mandej me kalimin e kohës fillon edhe zgjohet kurreshja. Edhe normal duhet kesh fat, kesh edhe mendor të mirë. Po. Mirë po, shumë është lehtë të kritikohet, sidomos fëmiu i cili është shumë i brisht, edhe duhet të gjehet një mënyrë që të vazhdoj ta doj muzikën, sepse muzika ka aq punë, sa që mund të krahasohet edhe me matematikën dhe me shkenca të ndryshme. Me mjekësinë është krahasuar nëse nuk gabojmë para 30 viteve, fakultetet më të vështira ka qenë muzika edhe mjekësia. Kjo është për shënkirilin dhe metodën. Pastaj shumica e harrojnë muzikën, sepse marrin atë shumë informata, sa që ju bëhet me një fjalë bajat. Po. Hupa jo entuziazmi, sepse kërkon shumë disiplinë. Ndonjëherë është shumë problem ta kesh profesion, pasionin. Shumë e vërtet. Të do më përkushtim të shumë, përveç se në shkollë që i angazhuar, duhet ajo vazhdon gjatë gjithë kohës, do më thënë jeton me ty 24 orë. Edhe është shumë problem, është shumë një fije e hollë që e ndan
ta heq atë bukurinë e pasionit, edhe mande krijohet profesion, bëhet rutinë. Unë e kuptoj shumë profesorë edhe nuk kanë motiv me vite të tëra, shumë problem të nxirret nga komfort zona. Është një komfort zonë që e gjejnë më, aty futen edhe mendoj që zhyten në tunele të ndryshme. Është komfort zona, por janë edhe faktori i jetesës është i shumt ku fatkeqësisht teknologjia kohëve të fundit sikur po mundohet që ta zbek edhe profesionin e muzikës, duke ditë se po dalin kjo inteligjenca artificiale, po bëhen komponime të çuditshme nga njerëz hiç që se kanë idenë, vetëm thjesht me urdhëresa, edhe po krijohet dhe ka filluar një skepticizëm tek shumë familjar, tek shumë njerëz që duket sikur është profesion pa perspektivë. Por unë do thoja që tek tash do të fillon që ky profesion të ketë një perspektivë shumë të madhe. Po, edhe unë mendoj ashtu, sepse me anë të teknologjisë fëmijët, unë ju kisha sugjeruar, nuk jam prind, mirë po t'i largojnë nga ekrani. Sa më pak orë në ekran. Nuk është që muzika janë të gjitha drejtimet profesion që po kanë humb atë kontaktin me realitetin e kanë humb. Fëmijët edhe nuk flasin, nuk komunikojnë, shohin dy si kështu. Ka një botë kështu të mbyllur e kanë në vetvete. Nuk qortohen, e ke parë fëmijët më të... Me që jemi sekondën, minutën e fundit. Dikur thuaj një thënie e vjetër është, në qoftë se një kirurg i bën operacion fizik pacientit, arti i bën operacion me melodi, me fjalë, me shpirt, domethënë shëron nëpërmjet artit do të quaj. Kështu që unë besoj dhe shpresoj që këta profesione nuk do të vdesin asnjëherë, sepse njerëzit shumica e kufës do të kërkojnë që edhe pa marrë parasysh se çfarë do bën teknologjia, çfarë art madhor i 8 ose i 9 mund të dale, por prapë është momenti që e dëgjojmë tash dhe këtu për momentin kur ekzekutohet. Nika, edhe për Dhe besoj fund, që nuk do zhduket. a mund të përsëritet ky koncert këtu në vendin tonë? Po, mund të përsëritet. Mirë po, e dina drejtoroj janë disa peripëci të tjera. Unë jam ta shumë e zënë, jemi duke e bërë programin e Skupi Kamerfest edicionit të 9. Edhe, po. Mos në harro, dush në vish në studio. Po, edhe... Do të kemi edhe bashkë me Blerin. Po. Edhe jam e zënë për atë çështje, për programin, për gjitha gjërat, për detajet. Suksese gjithmonë. Shumë faleminderit. Të dëshiroj shumë suksese. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi. Jeni ambasadorët të kombit tonë që na përfaqësoni gjithandej lart e poshtë. Shumë faleminderit. Mos u ndalët shtof krijimtaria. Mos u ndalshin sukseset në fakt. Miq dashur, pas kësaj bisede të këndshme të ndjerë, ne do të shkëputemi këtu. Sa bukur që përfunduam me art, se filluam shumë lart, tash po e zbresim tokë. Shpresojmë që nesër mos të kemi lajme të tragjike. Faleminderit shumë që keni qenë me ne. Shihemi nesër 10 sekonda, deri atëherë. Mirëmbëjtje të gjithë. Ditë të mbarë.